U rikthida unë Benetin për të kandiduar, se aty deputet nuk i rri fare, se kuptonte veten duke qenë se kishte një jetë nëpër kantiere. Edhe i thash, kandidohesh, më tha më mbledh menohem. Edhe si duket bëri ato hulumtimet e veta, edhe më vjen dhe më thotë, shiko, nuk e kam kusht, thot, po të lutem, a ma jep fjalën që unë ta them, se ky e di që unë nuk e jap fjalën kollaj. U jap fjalën kur mendoj, kam bindje që kjo gjë do bëhet. Ta them atë rrugën e Dukagjinit, se ajo është, thot, i gjë që na jep shumë. Mi po mua atë në fakt ma kishin thënë shumë herë, po shumë volum i madh, nuk është e vogël. Edhe gjithmonë duhet më matë mirë. 50 km rrugë, është. Edhe pastaj flas me fondin, flas me Ministrinë e Financave, i thash, okay. Tani, të falenderoj që e solle domethënë ishte Beneti që të jemi të qartë, po jo me metodat e këtij, se metodat e këtij janë një çik më të ashpra, nuk. Po Beneti e ka me proces, ky e ka me stacion, domethënë nuk ka proces. Nga këtu deri atje është nuk ka proces që shikohet, ndalojmë, flasim, qa do flasësh o burr, ti e ke në dorë, pra hapra thuaj, por në fund të ditës unë kam shumë respekt për të dy, sepse në fundit nuk është se po ma kërkon për shpinën e vet, nuk më ka marrë herë të kërkoj gjë për interes të vetin, domethënë.